Nuk ka asnjë shans që investimi të ndalojë sa kohë ndojmë këtu. Kryeministri Edi Rama dha përgjigje të prerë për investimin në Zvërnec, premtoi transparencë kur projekti të jetë gati. Transparenca fillon kur projekti futet në fazën për të miratuar. Dhe pasi miratohet, kështu që për sa i takon qeverisë, ju nuk keni absolutisht asnjë transparencë për të kërkuar lidhur me këtë projekt, sepse nuk kemi projekt. Për protestat e qytetarëve, Rama kishte vetëm një ftesë, dialogun. Unë jam shumë i hapur, siç kam qenë edhe në rastet e tjera që u përmendët, të flas. Kush do të flasi? Ju kujtohet ajo kur do flasim? Nëse poshtë komunizmi, duhet të vinë të huajt. Nëse nuk vinë të huajt, rroft komunizmi. Në sy të vizitorit europian, presidenti të Bashkimit Evropian, Antonio Costa, kryeministri Rama garantoi gjithashtu se projekti do të ketë standard europian. Si mundet ne të bëjmë një projekt i cili është një projekt në një peizazh natyror dhe të mos respektojmë standardet e Bashkimit Evropian. I pyetur për Zvërnecin, presidenti Antonio Costa tha se BE nuk kishte një qëndrim apo paqartësi, por garantoi se Komisioni Evropian ka filluar informimin mbi çështjen dhe nëse do të ketë pyetje, do ia bëjë qeverisë shqiptare. Nuk është se unë mund të flas për ndonjë projekt të veçantë ose specifik, por Komisioni Evropian është në kontakt me autoritetet shqiptare. Kryeministri Rama shtoi se tani Shqipëria duhet të bëjë detyrat, Bashkimi Evropian të mbajë premtimin. E bën të vështirë që unë të zgjatem është se ne kemi dakordsi 100% në të gjitha çështjet. Komisioni ka sjellë Këshillit propozimet për mbylljen e 3 kapitujve, pra po ecet para.